Shaba, e parashikuat dje sakt fitore e Vllaznisë madje rezultatin 3-1. Kishin para një? Po kishin para një tillë sepse ishim me dy miq mi aty, se s'pa e pemna, edhe ishte rezultati 0-1 dhe më tha sa dohet neshja. Ja, ishte rezultati 0-0, kurse me Partizanin, për të parashiku ishte 0-1, thash 3-1. U do 4-1, dola jashtë asaj. Kurse dje, ishte neshje 0-0, thash neshje fiton Vllaznia 3-1 me edhe gol tret penalti Bekim Bala. Për kuriozitesh, neshje shkejt 0-1. E më thoshin da mu e gjete i pjesë. U shkejt 2-1, të ashti kishku Argjen Zaganjori, bile, po ja përëm në Albretit Elia. Ki gjithë 80%. Kur u bëhë penaltia, nuk e gjyti Bekimi, ta shtanin me ty nuk flitet ma. Para një kishe, duke u bazu Vllaznia sot është një nër ekipet ma pretendente kryesor, investimi i Alban Xhaferit laken shumë i madh. Vllaznia për herë parë ka një stolt shumë fuqishëm dhe sot do të jetë vetë vrasje në qoftë se ky ekip nuk del kampion. Domethënë, Vllaznia mund të ketë, tash nuk mund të them 20 vite kështu, po rreth 13-14 vite si është ekipi më potent si ka pas Vllaznia. Çfarë pëlqen më shumë tek kjo skuadër? Të gjitha raportet janë kompletume, po për mua është problematike i fije raportit i mbrojtjes, dy qendra dhe portieri. Duhet me ndërhy për me siguru, sepse vetë formula e kampionatit është e tillë, si pos nuk që e shumë i shkputën, me Fernaj Fordin janë 3 neshjet të cilët janë shumë faktor në fush. Është kupa, aleancat mes ekipeve, por dalë kampion dhe me thonë duhet edhe për mu i fije qendra e mbrojtjes, sepse nuk jesë janë këtë 2 lojtarë janë, po nuk kanë siguri, sepse organizatori i parë fillan nga mbrojtja, organizimi i neshjes. Dhe për më marrë një ekip europian, në qoftë se kam folë për Dinamon, është ose Eknatja janë ekipet se e fillojnë sulmin qysh nga mbrojtja, dhe më thonë nga portieri. Kurse Vllaznia mundohet ka armë shumë fuqishme, se ka mesin e fush dhe sulmin e ka shumë fuqishëm, mundohet është shumë e rrezikshme në kundër sulme. 20 minutet e para me të drejtën Vllaznia nuk ishte mirë, si Tirana krije edhe raste, krije edhe bani edhe golin. Pastaj barazimi ndryshoi komplet sistemin e rrjedhjen e lojës. Vllaznia pati rritur, pati temp. Buxheti është shumë i madh dhe këtë e them pa frikë, sepse ti Gjergj din për shkakun se kur flas gjithmonë bas statistikave dhe informacione si kam sigurta, si Vllaznia është ekipi më i shtrenjtë i superiores, buxhet. Me krahasu dhe Dinamon, mund të them Partizani edhe Vora, Vllaznia është me buxhet njëjtë me Partizanin e me Vorën bashkë. 2 ekipe buxhet barabartë me Vllaznin. Prandaj Shumë kusht thotë që Vllaznia si vetëm luan bukur futboll, është kthyer në ADN-n e saj. Vërtet luan bukur? Vllaznia në fushën e vet, duke pas ka një armë shumë fuqishme tifozin e saj, gjë më pozitive sot të Vllaznia, si se ka pas gojën e Përdariqit, kur ju hupi kampionatin se e mori te Uta Grinden, dhe sot Vllaznia ka armën më të fuqishme Grinden. Në sistemin 3-5-2 si let në Shkodër, është shumë pozitive, sepse jep 2 krave anësor, pistonave si Diago dhe Sigurishta, të fuqizojnë më tepër sulmin. Kurse për jashtë, unë nuk jam jashtë fushët me sistemin 3-5-2, jam me 4-4-2 ose 4-2-3-1. Kjo është mërësi se di ndërnjërat dhe formacionit. Po sot, dhe me thonë, do tjetë edhe dhimi i kokët edhe për tërnjërin, duke po mesin e fush edhe sulmin për zgjalljen e lojtarëve, sepse ka lojtarë shumë
të mirë, lojtarë që nuk pranojnë stolin, lojtarë të cilët kanë rendiment dhe japin cilësi në marrëvajtjen e lojës. Sa meriti jepi drejtorit Sinani dhe trajnerit Martini për zgjedhjen e lojtarëve për të ndërtuar këtë skuadër? Unë nuk jam brenda ekipit, nuk e di kush e ka bërë për zgjedhjen, në qoftë se kanë bërë bashkëpunimin 2-2 bashkë njëri me tjetrin, kanë merit, fundi i kampionatit ka me kenë, o kanë me marrë merita 2-2, ose Vllaznia po s'doli kampion, sepse Kupat e Europës Vllaznia del edhe ka thonë të sa vjet, ka dalë me lojtarët Vllaznisë dhe lojtarë mesatar. Ose bëmi qyro aktualisht i hupi titullin kampion Vllaznia me lojtar mesatar me Berdariqin. Dhe po s'doli si mjet kampion, ka me kenë për mu një dështim total i Vllaznisë. Martini ka një merit sepse po jep dorë edhe futbollistët të rinj. Në çdo ndeshje kemi lojtar të rinj që aktivizohen. Kjo nuk e di tash, është strategji e klubit apo e Martinit, po duke po sepse Vllaznia aktualisht është duke krijuar të ardhën në arkën e klubit. Nga shitja këtyre lojtarëve të ri, duke përmend Alivodin dhe Doten, mundohen që kur janë të rezultatet sigurta ose kur janë ekipet mesatare, me afirmua dhe lojtarët të cilët më rrit edhe më rrit nga aspekti profesional edhe për të bërë një reklam shumë e mirë për nesër mas nesër të futbollistat dalin treg. Në qenë se një parashikues i saktë, kush janë 4 skuadrat që do shkojnë në final fort? Unë e kam thënë, 3 vendet e para janë sigurta, Vllaznia, Egnadia dhe Dinamo, kurse ekipi i 4, një përqindje shumë të madhe i Elbasanit, po mos harrojmë dhe Teuten, sepse me sa kam informacione, dy ekipet këta do të futen shumë fuqishëm në merkaton e dimnit. Dhe kush vjen nga kategoria? Për mu, nga kategoria, thamë, 3 ekipet do të luftojnë. Në qoftë se Partizani do të vazhdojnë me këtë ritual, do të jetë Flamurtari, Ballshi edhe Partizani. Kush del kampion? Vllaznia. Po bazoni këtë? E pastaj sepse a kriju fryma, grupi është e kompletuar, do në çdo të njerë nuk ka dhimbje kokët kur të mungojnë edhe 3-4 lojtarë, sepse kur sjell kryt mrapa Testoli, kjo alternativa shumë llojshme. Tha që Flamurtari është kandidat për të rënë nga kategoria. Si shpjegoni gjithë atë investim të bërë nga presidenti Idrizi? Sheve, investimet mund kesh buxhetin më madh në kampionatin e Superligës shqiptare, kur të bëhen sakta dhe kur ka një president nuk ka përzgjedhjen e duhur të drejtorit sportiv dhe trajnerëve, ku në kampionatin shqiptar janë shumë vite ku drejtorit sportiv dhe trajnerët bëhen edhe menaxher dhe përfitues nga të ardhunat si marrin nga futbollistat. Unë dje kisha edhe rastisht unë me Refik Alinin, i thash jetë është 2 vite si gabon. Tirana dën s'dën është një reklam e madhe e futbollit shqiptar, është një ekip të cilët ka përfaqësuar titullet kampione në Kupat e Europës Shqipërinë, si i thojmë është i stofi shtrenjtë në aspektin krahasues. Dhe i thash jetu bë gabime sepse jetu marrë lojtar shumë shtrenjtë, si janë në nivel mesatar. Dhe ekipet nuk ndryshohen, hek 10 e vend 10. Krijohet baza e ekipit dhe mandej shikon ndërhyrjet në ekip do të jetë shumë efikase dhe pa gabime. Mund gabosh në 4-5 vet mund gabosh 1, 2, po me gabu, me ble 10-12 futbollista, me pagu, me gabu 6-7, është katastrofë. Tu, ma përpara Vllaznia ka bërë gabime shumë të mëdha në merkato, të cilët kanë ardhur futbollista, të cilët kanë çu klubin edhe në FIFA, të cilët nuk kanë luajtur ndoshta 10 minuta te Vllaznia, kanë pas rroga 5.000-6.000 eurosh.
Dhe faturën e ka marrë gjithmonë presidenti. Faleminderit inshallah. Gjithë mirë.